Bre, në atë shpërthimin që e keni patë dhe në atë konferencën që është mbahet mend gjithandej, a e kishit ditur që po i vjen fundi tiranisë sërbe në raport me Kosovën dhe se forcat e Miloševićit edhe ushtria e policia do të bombardoheshin me një farforme dhe do të kishte një ndërhyrje ndërkombëtare? Obviously, I had no idea. Qartë që nuk kisha fare asnjë ide. Kjo ishte një ditë në karrierën time. Kam pasur ditë të tjera në karrierën time, jo aq dramatike, por të ngjashme. Dhe atë ditë kam folur pa e ditur, pa menduar se do të kishte efekt më të madh se sa që unë të thoja një pjesë të vogël të korpusit të shtypit, çka kisha parë, veç po ju thoja atë që mendoja që duhej që të bëja, të tregoja të vërtetën se çka po ndodhte në Kosovë. Por a ishit vetëdijshëm, zoti Walker, që kaq vëmendje të madhe ndërkombëtare do merrte dhe kaq dramatike do të ishin zhvillimet që do të vinin pastaj? No, not an idea. Jo, as që ja kisha idenë fare, si që themi. I kam disa ide, teori përse ndodhi a det, që ka ndodhi ditën tjetër, që ato që kanë ndodhur ato det, në të vërtet kanë rezultuar në pasojat që sollën në këtë komb të Republikës së Kosovës të pavarur nga marrëdhëniet e mëhershme me Beogradin. Si mund të kisha ditur? Nuk mendoj që dikush